Në mbledhjen e 21 zgjedhore të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, ky institucion njofton se u zgjodhën 2 antar të rregullt, 8 antar korrespondent, 4 antar jashtëpërbërjes aktive dhe 2 antar të nderit. Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve njoftoi se për antar të rregullt janë zgjedhur antarët korrespondent Izet Zeqiri dhe Blazho Boev. Për antar korrespondent u zgjodhën profesor doktor Gordana Lazetić nga Departamenti i Shkencave Shoqërore, profesor doktor Mirko Todorovski dhe profesor doktor Dimitar Trajanov nga Departamenti i Shkencave Teknike, profesor doktor Aleksandar Uzunov nga Departamenti i Shkencave Natyrore, Matematik dhe Bioteknik, profesor Zharko Bazheski, profesor Nevzat Bejtuli, profesor doktor Dragan Dautovski dhe profesor doktor Ivica Ivan Xhepavovski nga Departamenti i Arteve. Për antar jashtëpërbërjes aktive u zgjodhën profesor doktor Stojko Stojkov nga Shkencat Shoqërore, Svetlana Mojsov nga Shkencat Mjekësore, Gordan Karaman nga Shkencat Natyrore dhe Bioteknike dhe Sibila Petlevski nga Arti. Për antar të nderit të Akademisë u zgjodhën profesor doktor Trajqe Stafilov nga Departamenti i Shkencave Natyrore, Matematik dhe Bioteknik, profesor doktor Vlado Popovski nga Departamenti i Shkencave Shoqërore. Nga Akademia dhe udhëheqësia e saj u shpreh kënaqësi e madhe për cilësinë e antarëve të rinj dhe ju uruan atyre vazhdim të suksesshëm në avancimin e shkencës dhe artit në vend. Me këtë përbërje të re, Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve forcon karakterin e saj punues dhe kapacitetin për të kontribuar në përsaktimin e drejtimeve strategjike për zhvillimin e shtetit. Me përfundimin e suksesshëm të mbledhjes së 21 zgjedhore, përmbyllet procesi zgjedhor që nisi në fillim të këtij viti, duke dëshmuar për seriozitetin dhe kujdesin me të cilin i qaset Akademia për zgjedhjes së antarëve të saj të rinj në institucionin më të lartë shkencor në vend, thuhet në njoftimin e Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve.